Në kuadër të zbatimit të programit për jetëzimin e kullave nga Ministria e Kulturës, Turizmit dhe Sportit në bashkëpunim me GIZ Shqipëri, i cili synon të kthejë kulla tradicionale të veriut në hapësira të gjalla të turizmit, kulturës dhe ekonomisë lokale, duke i restauruar, përshtatur dhe përfshirë në itinerare turistike që ofrojnë përvoja autentike për vizitorët vendas dhe të huaj, u mbajt këtë të martë seminari me aplikant të këtij programi nga Mati. Përfaqësues të projektit dhe ekspertë sqaruan të gjithë programin dhe se si mund të bësh pjesë e tij. Në fjalën e tij përshëndetëse, kryetari i Bashkisë Mat Altin Bojni tha se bashkia do të asistojë në mbështetjen e aplikantëve gjatë fazave të programit. Ne jemi një nga ato bashki që kemi kulla, që dihet pjesa e zonës Matit ka kudo kulla, edhe ne shpresojmë që me gjithë të aplikime që bëni online apo qoftë edhe sot në këtë lloj mënyre, të jemi edhe ne përfitues e këtij programi, se do jetë një gjë e mirë që t'i nxjerrim në jetë ato kulla që ne kemi shumë të mira shembullore, edhe shpresojmë që ky bashkëpunim do jetë sa më i mirë me ne dhe me GIZ-in edhe me pjesën e ministrisë. Koordinatorja e programit nga GIZ Albania, Fiora Alba Arapi, tha se ky program synon që kjo trashëgimi e rëndësishme kulturore jo vetëm të ruhet, por prej saj edhe të përfitohet ekonomikisht, ndaj dhe kërkoj angazhim maksimal për aplikime të cilat do të shqyrtohen më pas me kujdes nga ekspertët e fushës. Nga këtu ka nisur në fakt ideja e kullave, ka nisur nga Mati. Unë kam fatin që jam edhe bie këtyre trojeve, kështu që me shumë dashuri dhe dashamirësi e kam përkrahur këtë projekte dhe mendoj se do japi maksimumin që jo vetëm Mati, por patjetër edhe zonat e tjera të përfitojnë pikërisht nga ky program. Ky projekt në fakt ka ardhur si rezultat i një marrëveshje ndërmjet qeverisë shqiptare dhe GIZ Shqipëri. Në fakt GIZ ka vite që ka ndërmarrë projekte që kanë qenë pikërisht turizmi rural. Dhe një ndër arsyet e këtij projekti ishte si të ndërthurim aspektin kulturor, që në këtë rast janë kullat tona, me aspektin turistik dhe ta kthejmë atë në vlerë ekonomike për zonat. 2 vite më përpara, së bashku me GIZ kemi ardhur dhe kemi bërë një tur në fakt identifikues ku janë disa kulla, qoftë në zonën e Matit, të Klosit dhe të Mirditës, që mund të ktheheshin në potenciale për pikat e para turistike dhe testimin e parë, le të themi që vërtet këto kulla janë potencial. Janë potencial për shumë arsye, sepse ne e dimë që është simboli i identitetit verior. Ka shumë tradita brenda këtyre kullave që është një mënyrë shumë e mirë për t'i prezantuar dhe për t'i kthyer patjetër në aspektin turistik për gjithë ata që vizitojnë Shqipërinë. Përfaqëson një arkitekturë, një histori familjare, patjetër që kanë vlera shoqërore për të cilat edhe ekspertët që janë pjesë e kësaj fushës do kenë në vëmendje ku çdo kull që është pjesë e këtij databaze inventarizimi, ne të dinë çfarë realisht përfaqëson kjo kull. Patjetër që ne mendojmë se ky produkt turistik mund të jetë një potencial i jashtëzakonshëm për të gjithë luginën e Matit, ashtu sikur edhe disa zona të tjera që kullat janë një objekt shumë i rëndësishëm për të promovuar. Programi përfshin 4 qarqe, Dibër, Kukës, Shkodër dhe Lezhë dhe synon që kullat të mos mbeten më vetëm monumente, por të rijetëzohen si bujtina, qendra kulturore, muze lokale apo pika edukimi që lidhin historinë me jetën bashkëkohore. Kullat do të shndrohen në bujtina, qendra kulturore dhe vende mikpritjeje që ruajnë historinë, por sjellin zhvillim të qëndrueshëm edhe për komunitetet përreth.